kur fuqitë e mëdha hynë në luftë, askush nuk është vërtet larg. Sulmi i përbashkët i Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit ndaj Iranit, i nisur me bombardime masive, u shndrua brenda orësh në një konflikt rajonal, duke përfshirë aleatë dhe duke rritur tensionet në gjithë lindjen e mesme. Clearly there are going to be threats to Europe, there's no doubt about that. Dhe për Kosovën, aleatën më pro-amerikane në rajon dhe mikpritëse në kampit Bondsteel, kjo nuk do të jetë thjesht një krizë e largët. Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në edicionin e ri të Ekspozes, magazinës së përjavshme televizive të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela. Shumë shpejt pasi bombat e para ranë mbi Iran, duke ndezur një konflikt që brenda orësh mori përmasa rajonale, autoritetet e Kosovës nxituan të dilnin në krah të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dënuan regjimin iranian dhe riafirmuan mbështetjen e tyre për aleancën perëndimore. Presidentja Vjosa Osmani tha se falu udhëheqjes së SBA-s dhe presidenti Donald Trump, koha e lirisë për popullin e Iranit po vjen. Në një reagim në X, ajo shtoi se Kosova do të vazhdojë të mbështesë veprimet e ndërmarra nga SBA-ja dhe aleatët e tjerë për t'i dhënë fund regjimit iranian, ndërsa dënoi fuqishëm sulmet e këtij të fundit kundër aleatëve në lindjen e mesme. Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli nisën sulmet e përbashkëta kundër Iranit më 28 shkurt me synimin për të frenuar programin bërthamor të këtij vendi. Në kundërpërgjigje, Irani dhe mbështetësit e tij po godasin objektiva në vendet aleate të SBA-s nga Arabia Saudite deri në Çipro, pavarësisht paralajmërimeve të Trumpit kundër hakmarrjes. Më mirë mos ta bëjnë këtë, sepse nëse e bëjnë, do t'i godasin me një forcë që nuk është parë kurrë më parë. Disa orë pas nisjes së sulmeve, kryeministri i Kosovës Albin Kurti mblodhi Këshillin e Sigurisë për të diskutuar situatën dhe tha se Kosova po monitoron nga afër implikimet e mundshme për vendin dhe rajonin. Qeveria e tij nuk ju përgjigj Radios Evropa e Lirë mbi implikimet e mundshme apo masat konkrete që mund të merren. Po ashtu as presidenca, as Ministria e Punëve të Brendshme, as Policia e Kosovës dhe as Departamenti Amerikan i Shtetit nuk dhan asnjë koment. Kosova strehon kampin Bondsteel, bazën më të madhe ushtarake të Shteteve të Bashkuara në Ballkan, dhe rreth 600 ushtarë amerikan që shërbejnë në kuadër të misionit paqëruajtës të NATO-s KFOR. Në një përgjigje dhënë Radios Evropa e Lirë, një zyrtar i NATO-s tha se KFOR-i vazhdon të përmbush mandatin e tij për të siguruar një mjedis të qetë dhe të sigurt për të gjithë qytetarët e Kosovës. Forca dhe pozicioni i KFOR-it rishikohen dhe përshtaten her pas here sipas zhvillimeve të situatës në mënyrë që misioni të mbetet i efektshëm për qëllimin e tij. Aktualisht nuk përshkirtohen ndryshime të rëndësishme, tha zyrtari i NATO-s. Irani dhe mbështetësit e tij sulmuan disa baza dhe misione të Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të tyre në lindjen e mesme. Një bazë britanike në Çipër ishte gjithashtu shënjesë rreth sulmeve me dron. Autoritetet çipriote thanë se sipas vlerësimeve fillestare, dronët lëshuan nga Hezbollahu, grup militant i mbështetur nga Irani nga territori i Libanit. Incidenti nxiti reagim të menjëhershëm evropian. Disa shtete dërguan avion luftarak dhe fregata në Çipër për të forcuar mbrojtjen ajrore dhe detare të ishullit mesdhetar, mes frikës për një përshkallëzim të mëtejshëm të konfliktit. Kur bëhet fjalë për Kosovën, ish zyrtari i lartë i NATO-s Jamie Shea argumenton se edhe pse kampi Bondsteel është një instalim i madh amerikan, ai nuk ka gjasa të renditet ndër objektivat prioritare të Teheranit. Kjo për faktin se Bondsteeli nuk është bazë ajrore dhe nuk shfrytëzohet për të mbështetur operacionet aktuale të SBA-s kundër Iranit. Më sa kuptoj, Irani ka në dispozicion një numër të kufizuar raketash balistike, duke qenë se Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli po godasin platformat e lëshimit të tyre,
Irani duhet t'i përdor ato në mënyrë të zgjuar për të arritur efektin maksimal. Iran has got to use them intelligently for maximum effect. Sipas zyrës së drejtorit për zbulim kombëtar të SBA-s, Irani ka rezervën më të madhe të raketave balistike në lindjen e mesme. Arsenali i tij përfshin raketa me rrezë të gjatë që mund të arrijnë Izraelin. Raketa lundruese KH-55 me rrezë deri në 3000 kilometra dhe dron Shahed që besohet se kanë goditur bazën britanike në Çipër dhe arrin deri në 2500 kilometra. Kjo do të thotë se nëse lëshohet nga Irani, Ballkani mbetet jashtë rrezës së këtij arsenali. Ish komandanti i ushtrisë amerikane në Evropë, Ben Hodges, paralajmëron se brenda rrezës së kërcënimeve të mundshme mund të jetë baza e marinës amerikane në Kretë të Greqisë. Ai e konsideron atë si një objektiv të rëndësishëm edhe për shkak të rolit të saj logjistik në Evropë. Hodges nuk përmend kërcënime specifike me raketa ose dron ndaj bonstillit, por thekson se baza duhet të trajtohet gjithmonë si nën rrezik potencial. I would always assume that there is a threat. Gjithmonë do të supozoja se ekziston një kërcënim, sidomos nëse ka organizata terroriste ose individ që mund të ndjehen të zemëruar për sulmet ndaj Iranit ose për vrasjen e Ajatollahut dhe vendosin të veprojnë vetë. Prandaj edhe në kampin Bonstil duhet të mbahen masat e sigurisë dhe të llogaritet gjithmonë kjo mundësi. Assume that that's always a possibility. Shi thekson se për Evropën përfshirë Kosovën kërcënimet më të mundshme të veprimeve iraniane ose të frymëzuara nga Irani janë sulmet terroriste, sulmet kibernetike dhe sulmet e individëve të njohur si ujq të vetmuar, persona të frymëzuar nga ideologji ose grupe, por që veprojnë në mënyrë të pavarur. Shumë kosovar ju bashkuan shtetit islamik gjatë kohës së kalifatit. Disa prej tyre mund të jenë kthyer në vend, disa mund të mbeten ende të radikalizuar. Kjo do të thotë se mund të ekzistojnë disa xhepa të radikalizimit. Dhe nuk po flas vetëm për Kosovën, sepse situatë e ngjashme mund të shfaqet edhe në vende të tjera të Evropës brenda komuniteteve muslimane. Muslim communities. Shi paralajmëron se konflikti mund të sjellë edhe rritje të çmimeve të naftës dhe gazit, inflacion më të lartë dhe recesion të madh global. Pasojat do të jenë veçanërisht të rënda për Kosovën dhe Ballkanin Perëndimor në tërësi, një rajon që ai e përshkruan si ekonomikisht të brisht dhe të varur nga investimet e huaja. E përveç kësaj, generali Hodges ndan edhe një shqetësim tjetër. Sigurinë e qytetarëve evropian përfshir edhe kosovar të bllokuar në vendet e gjirit dhe lindjes së mesme. If you've got hundreds of thousands of Europeans that are Nëse janë qindra mijëra europian të ngujuar në Emiratet e Bashkuara Arabe, Katar ose vendet e ngjashme, për shkak se linjat ajrore janë ndaluar, atëherë mund ta kuptoj pse qeveria franceze mund ta ndjejë nevojën për të dërguar forcën e saj për t'i mbrojtur ata. the French government might feel a need to be out there to help protect. Presidenti i Francës Emmanuel Macron njoftoi këtë javë se vendi i tij do të dërgojë aeroplan mbajtësën Charles de Gaulle në Mesdhe dhe se do të punojë për të formuar një koalicion që do të mbronte trafikun detar i cili rrezikohet nga përshkallëzimi i krizës në lindjen e mesme. Në kontekstin e masave të sigurisë për Kosovën, Shi sugjeron që autoritetet të forcojnë kontrollin e kufive, të monitorojnë individet potencialisht të radikalizuar, të rrisin sigurinë rreth objektivave të SBA-s dhe KFOR-it, si dhe të forcojnë bashkëpunimin operacional dhe të inteligjencës me NATO-n dhe Shtetet e Bashkuara. Natyrisht, ekziston edhe një forcë rezervë e NATO-s që mund të dislokohet nëse situata e kërkon, por aktualisht bëhet fjalë për masa të zakonshme parandaluese. Siguria duhet të përshtatet sipas vlerësimeve të kërcënimeve. Nuk duhet të reagosh më pak, por as ta teprosh me reagimin. Me kalimin e çdo dite që lufta vazhdon, rreziqet bëhen gjithnjë e më të paparashikueshme. Hodges thotë se Washingtoni nuk e ka përcaktuar kurrë qartë se si dëshiron të duket Irani kur lufta të mbarojë, gjë që sipas tij e bën konfliktin më të vështirë për t'u përfunduar. Ai paralajmëron gjithashtu për presionin mbi rezervat ushtarake amerikane dhe mbi kapacitetin e përgjithshëm të parandalimit. The longer it goes on, Sa më gjatë që zgjat konflikti, aq më shumë vihet në provë aftësia SBA-s për të siguruar mjaftueshëm municion.
Kjo nuk lidhet vetëm me operacionet aktuale, por edhe me ruajtjen e kapaciteteve të parandalimit ndaj Kinës. Unë jam i sigurt se po ushtrohet presion i madh mbi industrinë për të rritur prodhimin. Por këto nuk janë produkte të thjeshta, bëhet fjalë për armë shumë të sofistikuara, të shtrenjta dhe që kërkojnë kohë për të prodhuar. Nuk mund ta 3 fishosh apo 4 fishosh me njëherë prodhimin e interceptorëve Patriot, sistemeve HIMARS apo raketave Tomahawk. Or HIMARS or Tomahawks. Presidenti Trump tha më 4 mars se forcat e Shteteve të Bashkuara janë në një pozicion shumë të fuqishëm në Iran. Sipas tij, ato kanë bërë një përparim të madh dhe pse lufta ka më pak se një javë që ka nisur. Dhe ndoshta, faktori më i rëndësishëm për këtë është rindërtimi i ushtrisë gjatë mandatit tim të parë, tha Trump. Në Ballkan, Ministria e Sigurisë e Bosnjë-Hercegovinës rriti masat e sigurisë në një nivel më të lartë për shkak të përshkallëzimit të konfliktit në lindjen e mesme. Ndërsa presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e krahasoi sulmin e SHBA-s ndaj Iranit me fushatën ajrore të NATO-s kundër ish Jugosllavisë. Me fjalët e Jamie Shis, kjo është thjesht një analogji krejtësisht e rreme dhe retorike e përsëritur e Serbisë, e cila ka mbështetjen edhe të Iranit në kundërshtimin e pavarësisë së Kosovës. Shikues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të ekspozes. Për të rejat e fundit, vazhdoni të na përcjellni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Bashkë takohemi sërish të premte në ardhshme. Mirëmbëjtje.